rrezikshëm, nuk është as i dëmshëm as i rrezikshëm, i tha njëri, unë kam qenë veteriner. Thjesht duhet të na e thonë tha që është qumësh plur. Që unë të mos e marr, unë nuk dua, unë dua qumësh natyral. Ai nuk ka tha mundësi të ketë qumësh natyral, se kaq janë fermat në Shqipëri, se gjela me femra. Nuk ka mundësi tha për më tepër. Nësa njëri tha, unë e di tha që është qumësh plur, po çfarë problemi ka tha? Unë e marr, e pi, atë qumësh marr. Të tjerë thoshin, marrim qumësh të fshatarët në rrugë. Unë s'do e bëja kur, për shembull. Ma thonë shumë njerëz, s'kam ndonjë gjë se e zien, nuk ka gjë. Unë s'e bëj dot atë. Më thonë, unë e kam, nuk ja toleroj vetes të mendoj që do marr një qumësh në rrugë me shishe kallçuku që se di sa ka ndënjur, se di ti nuk di asgjë për të. Asgjë. Ai është një shishe që s'thot asgjë, është njeriu që ti se njeh dhe thot asgjë. Po frika ime është kjo. Po ti që më thua diçka, më thua të vërtetën? Kjo është pyetja. Sepse si çfarë thoshte në një moment, thoshte nuk më kërkohet që ta them.